ato shtëpi që janë prekur nga uji, nuk kanë qenë të pakta. Është realisht kështu? Tani unë përfitoj nga rasti për ta sqaruar këtë publikisht, sepse ka dy momente të përmbytjeve për të diskutuar për shkaqet. Në rastin e përmbytjes nga shirat, nga rreshtet të tokave bujqësore në sipërfaqe masive, të cilat për 72 orë nuk do kullojnë, atëherë kemi të bëjmë me një përmbytje tek e cila mund të vësh gishtin tek institucionet dhe konkretisht e bordi kullimit që nuk funksionon sistemi kullues. Në rastin ton, nuk kemi të bëjmë me këtë gjë, po kemi të bëjmë me përmbytje për shkak të daljes së shtratit të lumenj, dhe të rrjedhjes së lumenjve nga shtrati dhe përmbytjes. Më thënë, njëri është një faktor dhe tjetri është një faktor tjetër. Më thënë, janë dy drejtime të ndryshme. Që t'i sqarojmë si moment. Në rastin e përmbytjes që ndodhi aktualisht, unë përfitoj që të bëj dhe pak kronologjin duke diskutuar dhe duke folur dhe për shkaqet pse ndodhi. Duke argumentuar teknikisht, sepse është institucioni jonë, po pra, sepse është institucioni jonë ai që e mbulon drejt për drejt monitorimin dhe mirëmbajtjen e argjinaturave për mosdaljen e lumejve nga shtrati. Në rastin e lumit Vjosa, në datën rreshjet kanë filluar në datën 29 në darkë dhe kanë vazhduar me intensitet në datën 30 dhe në datën 31, kur mbasdite situata filloi të bëhej emergjente. Ndërkohë ne kishim në monitorim të gjithë bregun e Vjosës, që nga komuna Frata, Kut dhe deri në Pishpor, në Grydernë. Në datën 1 në mëngjes ka filluar përmbytja e parë në zonën e Kutës, ku janë përmbytur rreth 70 hektar, 75 hektar Mallakasë, sepse që aty po flasim për pjesën e lumit që prek rrethin e Mallakasë dhe të Fierit, që aktualisht i mbulon bordi kullimit. Dhe ka filluar përmbytja ka vazhduar në fushën e Romsit, në komunën e Kal, ka vazhduar pastaj në komunën Cakran, në Tojkan, Varibop, për të kaluar në komunën Frakull dhe më pas në komunën Levan, në zonën e Ferasit, në pjesën e Pishporë.